Përshëndetje të gjithëve, i nderuar zoti Zëvendës kryeministër, i nderuar zoti ministër i Mirëqenies Sociale dhe Rinis, të nderuar përfaqësues të trupit diplomatik në Shqipëri, miq, kolegë të rinj prezent në këtë sallë. Unë jam Serena, një ndër aktivistet e shumta të krijimit të planit kombëtar të veprimit për rinin në periudhën 2015-2020. Në fakt, është një plan që ka startuar më shumë se një vit më herët sa tani që po flasim, dhe unë do të përpiqem maksimalisht që për 5 minuta ta sintetizoj të gjithë informacionin, por nëse nuk ja dal, do përpiqem ta lexoj tek syt tuaj që, mbyllet tani se e teprove. Ç'është e vërteta, ky plan ka filluar me gjithë dashamirësinë e grupeve rinore që funksionojnë në Shqipëri, dhe sigurisht grupi punës ka punuar intensivisht në bashkëpunim me shumë organizata të tjera në Shqipëri, dhe për këtë gjë rastin të falenderoj rrjetin e organizatave të Olof Palme International Center, por dhe të tjera organizata që kanë punuar dhe kanë mbështetur sipas rretheve dhe takimeve që janë kryer në Shqipëri për krijimin e këtij plani. Në fakt, zoti ministër, janë 12.000 të rinj që janë konsultuar, jo 1.200, po s'ka problem, është 1-0 dhe kjo nuk prish punë. Ç'është e vërteta, ky plan shkon në linja korrekte dhe një linja të vërteta bashkë me strategjitë rinore të Bashkimit Evropian. Këto jo vetëm për të përforcuar edukimin e të rinjve shqiptar, po edhe për të përfshirë ata më shumë në tregun e punës dhe në të gjitha angazhimet, aktivizimet rinore, si dhe përfshirë në proceset vendimarrëse, sikurse është një nga objektivat e përmendur më sipër. Nga konferenca që është realizuar në Vor, diku në shtator vitin e kaluar, mbaj mend dhe kam një eksperiencë shumë të mirë dhe me përfaqësues të tjerë të ministrive, të cilët ishin prezent dhe kontribuan dhe suportuan mjaft mirë këtë proces. Mua për vete më vërtetuan që 1+1 bëjnë dhe 3. Kjo është teorema e sinergjisë që ne mësojmë tek Fakulteti i Ekonomisë, por gjithsesi ndonjëherë mund të bëjnë dhe 4. Gjithmonë nëse ky plan veprimi transmetohet ashtu siç duhet dhe implementohet mirë, dhe në fund fare qëndrueshmëria tregohet dhe nga aktivitetet që shfaqen pas 2020-s. Përveç fakti që ky plan ka marrë shumë burime dhe ka marrë shumë energji të shumë grupeve të ndryshme, sigurisht që dhe promovimi të rinjve duhet të jetë prezent. Të rinjt shqiptar janë plot energji, janë plot ambicie, dhe sigurisht që kanë nevojë për këtë përfaqësim të mirë, jo vetëm mediatikisht, por dhe realisht në çdo moment caktuar që ata përballen me institucione shtetërore, por dhe me komunitetin e gjerë. Pavarësisht se ky plan veprimi përfshin politika ndërsektoriale, unë dua fort të inkurajoj dhe të rinjt shqiptar, të cilët pasi të kenë përfituar mjaft mirë këtë plan veprimi për ta gjejnë vetëm në një nga objektivat dhe një moment caktuar të bashkangjiten jo vetëm si pjesëmarrës në aktivitete, por dhe si kontribues në terma financiar, në lloj apo dhe me kapitalin human që ata zotrojnë. Për mendimin tim dhe besoj dhe për të rinj që janë në sallë, ky plan veprimi nuk është se ka nevojë për një revolucion ekstraordinar ose të jashtëzakonshëm, është thjesht një implementim i mirë. Shumë suksese dhe faleminderit.